Erjon Vajushi është kapiteni i klubit të futbollit Shkodra U15 që sa po fitoi kupën në kategorinë e parë dhe të shmet do të luajë në Super League. Urime Erjon. Shumë faleminderit. I kënaqur për gjithë çka keni dhënë në këtë kampionat? Po, shumë i kënaqur. Ekipi dhan maksimum çdo moment, çdo neshje. Ne u paraqitëm shumë mirë. Sot ishte pak neshje, pak më dobët se tjerë sepse nga që siguruam edhe ndeshjet më përpara, edhe nuk kishim ndonjë presion shumë të madh. Megjithatë mbyllet me gol në fundin e takimit dhe ngritet pesh entuziazmin e tifozërisë duke fituar 1-0 ndaj Dinamos në ndeshjen e fundit. Po, se ishin shumë tifozë dhe nuk erdhëm deri këtu për t'i zgënjur. Ne donë t'jemi maksimumin edhe pse e kishim siguruar, por ju një kapiteni i skuadrës dhe sulmuesi kryesor, por dhe goloshenuesi më i mirë i KF Shkodrës dhe të gjithë kampionatit me 44 gola. Po. Një shifër e kënaqshme. Po, shumë e mirë. Është një arritje shumë e mirë për mua. Kam punuar shumë për të ardhur deri këtu, me thënë drejtën, dhe ja ku jemi. Një Vajush kërkon të përsërisë traditën e Vajushit të mëparshëm, apo jo? Po, do të shkoj më shumë sa ai, do rritë më shumë. Deri ku mendoni që do të shkojë Erjon Vajushi? Do të punojmë fort edhe të shohim. Sa më shumë punojmë, aq më shumë. Vitin e ardhshëm ju pret një konkurrim me një shkallë vështirësie më të madhe në Super League. Po, sepse edhe rritet edhe mosha më e madhe dhe kampionati bëhet më i vështirë shumë. Dedikim për këtë kupë, për këtë sukses? Dedikim për familjen time, për gjithë stafin e ekipit e klubit futbollit Shkodra dhe në fund për veten time. 44 gola në këtë kampionat vitin e ardhshëm në Super League, synoni përsëri këpucën e ardhur. Po, me shumë mundësi do mundon t'jap maksimum. Suksese Vajush. Shumë faleminderit.